për shqirimin e Kosovës, se në njërën anë ka qenë edhe strateg ushtarak, e luftëtar i madh, e në anën tjetër edhe veprimtar intelektual, i cili i ka impresionu të gjithë bashkëbiseduesit vendore të huaj, përfshirë edhe ata që e kanë intervistuar gjatë luftës e pas luftës, dhe 25 vjet më vonë drejtësia për komandant Drinin është vënuar aq shumë sa që është mohuar, edhe një bëjthirrje organeve të drejtësisë që të merren me këtë çështje një orë më parë dhe ta zbardhin rastin, me qenë se të kalosh në gjithë ato sfida të okupimit e të luftës, e ta pësosh në mënyrë fatale pas luftës është shumë e pikëllueshme. Edhe kuptoj dhembjen e madhe që e ka familja, por t'jeni të sigurt që e ka i gjithë populli dhe shteti i Kosovës. E në këtë aspekt prokuroria edhe gjyqësori do duhej që ta trajtojnë me urgjencë vrasjen e çlirimtarit Ekrem Rexha, komandantit Drina. Faleminderit juve që jeni kaq të fortë të qëndrueshëm përkundër sfidave të cilat kaloni dhe mallit të madh që keni për këtë njerëz të pazavendësueshëm. Faleminderit shumë.